Pa diskutim që në veprimet e fundit të SPAK-ut, për dosje të cilat SPAK-u i ka referuar që në 2021, më falë që, 2021, është e para është e 2021. Pastaj në 2024 i ka bashkëngjitur akuzën e narkotrafikut. Sigurisht që është një veprim pozitiv, edhe pse hetimet shtrihen në kohë dhe në hapësirë, dhe hetimet në kohë e në hapësirë duhet ishin bërë çik më përpara. Do kishim parandoluar shumë gjëra. E dyta, kemi të bëjmë me hetime historike. Çfarë do thotë? Historike në çpikpamje. Sepse janë hetime për veprime në 2019 deri në 2021. Nga 2021 deri sot janë 5 vjet. Nuk ka. Në botën e narkotrafikut 5 vjet është ndryshim shumë i madh. Ka shumë ndryshime atë. Kalon nga E drejtë shumë. nga ngarkus atje, nga Hamall bash Bos, 5 vjet. Qartë. Por thash sigurisht përkimi i momentit veprimit të SPAK-ut edhe me protestën ishte një gjë pozitive sepse u dha edhe një lloj shpjegimi pretendimeve apo pakënaqësisë që kishin njerëzit që dolën në shesh. Gjithsesi jemi akoma në fazën e hetimit. Pra, nuk kemi vendime gjyqësore. Pjesa tjetër, a pastroshin para në Shqipëri, këta e dinte dhe Bufi. Jo më... Nuk e justifikonte... Edhe Bufi vetë tu ati? Asë një gjë atë që ndodhe në Shqipëri përveç se pastrimit parave. Pra, një industri ndërtimi dhe industri turizmi që ishte në shkëlqimin e vetë, një popullsi që rrudhej, rroga që nuk rriteshin dhe metri katror që ikin në stratosferë. Ndërkohë euro, kur ka ardhur Edi Rama, ka qenë 1 euro me 1.400 lek. Sot 1 euro ishte 93. Pra 930. Pra imagjino çfarë ka ndodhur sa lek më pak. Pra, vetëm në këto dy elemente marrësh e kupton se me çfarë. Euro këtu do se euro jashtë e valle. Po patjetër, po euro këtu ka humbë, e kanë humbë qytetarët shqiptarë që kanë emigrantët që kanë mbyllur lekët nëpër depozita, se bankat e nivelit 2 i kanë portofolet plot. E kanë portofolet plot. Tani bankat janë kështu më që sportelet i pastrojnë. E ky është një nivel, vetëm këto dy elemente dëshmojnë që aty po pastroheshin para dhe nëpër masë të mëdha. Problemi i madh që pati Shqipëria është që kryeministri dhe qeveria krijuan një sistem që ta përthithin këtë lloj paraje. Pra jo vetëm që nuk e ndaluan, por bën të kundërtën. Krijuan një sistem që si kjo para të hynte në Shqipëri dhe të investojnë në këto ndërtime. Këto janë dy degët bazë të ekonomisë shqiptare sot. Industria e ndërtimit dhe turizmi. Aty erdhën ata. Fillimisht hynë si blerës, të thjesht, pastaj kaluan në te kompanitë që kishin probleme s'merrnin dot kredi, ata u futën si investitor, pastaj u bën ortak dhe në fund u bën vetë biznesmen. Pra ata e kompletuan, e mbyllën ciklin. Tani, me hetimet që ka bërë SPAK-u, thash, problemi është janë hetime historike, unë doja që kishin hetime dhe gjithë qytetarët do donin që kishin hetime, çka ka ndodhur? Sepse di çfarë ka, kur shikon ato dosjet e atyre viteve, unë shikoj ca emra që sot, e di se kanë ndryshuar top listat. Qartë. Bosët e vërtet sot janë pa prekur fare. Dhe ajo që po bën SPAK-u, çfarë është? Në qoftë se prokurorit e vendeve të Bashkimit Evropian godasin organizatat shqiptare që shesin narkotika atje, por paranë e sillin në Shqipëri, SPAK-u nuk bën të kundërtën dhe duhet t'ia kërkojë atyre partneritetet sipër, që të goditen atje organizata shqiptare që kanë aktivitet edhe në Shqipëri edhe atje. Dhe nxjerrin para nga Shqipëria atje. Rasti i Firences në fakt është çik problematik. Pse? Sepse gjykata në Firenze, në fakt mos e ngatroj e Veronës, ka marrë një vendim tjetër, i ka liruar ato pronat atje dhe ka filluar i përçetimin e prokurorit. Nga Shqipëria që kërkoi bllokimin e pasurive atje. Sepse ka tjetër sistemi. Ne ja kërkojmë SPAK-u, në fakt ne këto duhet ja kërkojmë GKK-s. GKK-ja është ajo që e rregullon sistemin, e pastron sistemin, është ajo që merr vendimet. SPAK-u është njëra nga palët që shkojnë proces. Gjithsesi SPAK-u deri tani ka bërë aq sa ka mundur, kemi kërkuar më shumë dhe jo vetëm dosje thash që vinë që andej. Ne na mungon kjo pjesa jonë. Sot organizatat më të mëdha që operojnë në territorin e Shqipërisë nuk janë kapur, nuk janë goditur. Dhe në dy rastet e fundit, në dy operacionet e fundit, çfarë pamë? Sa vetë u arrestuan dhe sa janë goditur. Pra, në total numri apo vlera e sekuestrimit është shumë i madh. Në qoftë se do shkojnë në konfiskim nga 500 milionë euro. Sa shkojnë këto vlera, e thamë në herën e kaluar? Së bashku shkojnë 750. 650 milionë. Pra, në qoftë se ti do të shkosh në konfiskim me 100 milionë euro ti ke thyer rekordin. Në këto raste.
Sepse janë dhe tjetra, për kush është problemi tjetër që ka SPAK-u në këtë rast? Evidentimi, ku ka shkuar, në çmas është paraja e ardhur nga narkotrafiku. Ben këto para tani. Më falë, në çmas është kjo para, në çmas janë parat e qytetarëve shqiptarë, emigrantëve, që kanë investuar që në themel për ta blerë lirë apartamentin. Janë dhe lekët atyre. Kjo para e madhe tani. Jo, se ka dhe një problem panë. Pra kjo duhet evidentuar në mënyrë që mishi të piqet dhe hellit mos digjet. Pra, do ta kemi të qartë, unë të bëj apel të qytetarëve që të mos shqetësohen për këtë gjë, sepse ka një fazë të mëvonshme ku sigurisht paratë e tyre që janë në rrugë të ndershme, edhe pse janë investuar aty, ata kanë kontratat e porosisë, secili me kontratën e vet, shkon e paraqit kur ta thresin atje dhe mbron investimin e vet, sepse një kull, për shembull në zonën ku jam unë ende nga Fresku, aty është sekuestruar po ndërtohet një kull 34 kaçe. Po kam blerë qytetarët kanë hedhë lekë aty. Pronari e tokës është kolegja jonë. Ta hesh këta s'ka faja, sa e ndodhja, ditë mori telefon, ore si t'ja bëj, tha. Ku jam unë këtu? Si t'ja fare këshet? Po s'kishtë lidhje fare, pronari i tokës, i ka ardhë ajo oferta atje, është nxjerr leja, ai që ka nxjerr leje nuk është narkotrafikanti, kompania zbatuse është identifikuar dhe ajo është ndihmuar nga ose mund të jetë investuar nga paratë ardhur nga narkotrafiku, se ta i kanë kesh, dhe kjo krijon problematikën. Por thashë herë, kjo është pjesë e timit dhe sigurisht sot një nga dhe këtu do ta mbyll, një nga defektet që shohun tek pjesa e SPAK-ut, që ata nuk është se nuk e kanë bërë apel dhe kanë kërkuar ndihmë, është se mos nuk kanë prokuror ekspert për krimin për pastrim e parave, për krimin kibernetik dhe hetuesit e BKH-s që ata kanë marrë deri tani, ende nuk janë në nivelin sepse është një natyrë krimi që s'e kemi jetuar në të kaluarën. Dhe kjo do një hetim krejt ndryshe nga ajo që është bërë deri sot, rruga që është ndjekur deri sot. Pra, kur ti vetë bllokon një kull, 34 kaçe, duhet të kuptosh se 34 kaçi, 5 kate janë të narkotrafikut. 10 kate janë ndërtuesit. Pjesa tjetër janë qytetarë të thjeshtë. Popullata që ka paguar lekë edhe që prandaj ti duhet ta ndash aty. Shkurt dala dhe. A mund të bëj 34 kate kjo kull pa lekët e drogës? Po pati, ora. Se do merr leje për 10 pastaj, kupton? Ata Po me leje normale thua ti. Po leje për 10 nuk ta jep kryeministri. Po dakord, më do bëj një pallat normal, po them, nuk do arkitekti holandez nuk të vjen për kull 10 kaçe. Për këtë po them, jemi në tjetër mendimi, po them, po thjesht aty do merr një pallat normal. Kryeministri thot sa më lart. Gjë fare kështu. Jo, vetëm dy fjali. Së pari unë mendoj që SPAK ka një mangësi sa i përket hetimit proaktiv. Do thot që nga 2021 që operonin këto dy grupime kriminale dhe që në këndvështrimin tim kanë vjuar dhe më pas, ne nuk kemi më pasuri të cilat janë hetuar apo nuk kemi asnjë të dhënë për aktivitetin e tyre. Një, çfarë do thotë hetim proaktiv? Të gjithë njerëzit e tyre të bashkëlidhur, të dyshuar etj me radhë mund të ishin vëzhguar, mund të ishin përgjuar, mund të ishin parë flukset e parave.